Të dashur miq, po takohemi edhe sonte bashkë në DTV Media. E sonte kam kënaqësinë, kam nderin dhe privilegjin ta kem të ftuar profesorin e nderuar Besnik Joa, që për herë të parë vjen në thuhet për me nda shumë çka nga jeta, profesioni dhe misioni i tij. Profesor, mirë se erdhe. Si gjeta. Për mua kënaqësi shumë e madhe që ju kam ballë për ballë e që këto insistimet e mia ju i dini edhe njihni mirë. Kënaqësia edhe ime, po ashtu. Profesor, jo kam pa në media, por jo edhe shumë. Keni qenë gjithmonë selektiv, nuk është që keni dalë shumë. Aty ku keni dalë edhe qa që kam betë. Po du me njësë me këta pse. Po du publikisht me më tregu pse nuk je prezent në media, ku je gjithmonë i thirrur, për me thonë ata që ju e dini, e bëni, po që hezitoni shpeshherë. Në fakt, janë disa arsye. Ndër arsyet themelore ndoshta është që media sot edhe ka ndru funksionin e vetë. Nuk është vetëm një media informimi, nuk është një vend ku shkojnë e flasin njerëzit që ja vlen ti dëgjosh. Më shumë mund të diskreditohesh nëse shfaqesh shumë. Me shok kështu në raste, them që edhe Einsteini po t'ishte në këtë kohë gjallë, e të dilte shpesh në media, nuk do të kishte respektin e nderin sa ka ashtu. A është strategji kjo? A është strategji jotja? Jo, është thjesht mundon të ruaj një privatësi, një jetë modeste, pa glamur, pa ekspozime, pa drita të mbaja. Të mbaj një lloj tërheqjeje nga ekspozimi tepërt i cili në shumicën e rasteve po keq përdoret, po përdoret për qëllime jo të mira. Jo, e kuptoj këtë pjesë, por që besoj sot të ullur bashkë, më kuptoni edhe më mirë. Se këto insistimet e mia. Tash dikush më thotë, po çka lype me shku te labi. Ndodhen edhe këto. Ndodhin. Janë të ndëgjueshme për veshin tem tashmë. Unë kam një kuotë kështu, diku 10 herë në vit dalë, më shumë nuk dalë. Për plot arsye, po nuk është edhe që s'dalë, edhe 10 janë shumë. Del, profesor, por jo, që shemi mësumi po personazhet për çdo dalje, debate, besoj që me 10 herë në vit, se cili po dalë do të thotë mjaftueshëm. Dhe më shumë nuk ka nevojë çdo dalje më e tepërt është një ndjekje ndoshta pak edhe sëmur pas famës. Përjashtë këtu gazetarët dhe moderatorët, sepse ata e kanë profesion, por roli i tyre është për zgjedhjen këtë ja ekspozojnë popullit për të pasur çfarë të dëgjojnë ndoshta. Shpresojmë që të keni çka të dëgjoni edhe për ne sot. Në fakt, në formatet e tilla si thuhet nuk ju kam pas edhe një herë. Edhe jam shumë i bindur që për miliona arsye nuk kishe me dalë edhe me dhanë edhe gjonat më private dhe personale. Këto jam shumë mirë njerëz. Faleminderit. Është një përjashtim që në rastin tënd do ta bënte secili. Faleminderit, për mua është kënaqësi e madhe me të pasur përballë. Sinqerisht është kënaqësi shumë e madhe. Profesor, fillojmë të flasim mbi një fëmijëri dikur, e cila është goxha e rëndësishme edhe nëse e kthemi mbrapa. Dikur, profesori i vogël, me shumë ëndra, dëshira të mëdha. Çfarë them, cilën pjesë? E fëmijërisë? Besoj që ajo pjesë është më e rëndësishme dikur. Unë vi prej një fshatit Kaçanikut, Stagov, deri në ciklin e ullët të shkollës fillore, kam jetuar në fshat, pastaj jemi zhvendosur në një kohë në Shkup, në Zvicër, pastaj në Ferizaj. Ajo pjesë që kujtoj nga fëmijëria në fshat ka qenë një kohë, ndoshta një pjesa më e madhe e ditës, me disa shokë të mi, të cilët edhe kam kohë që si kam taku, edhe nuk mbije sot ti takoj shpesh, sepse jetojnë jashtë ose janë në profesionet ndryshme, me cilët kam do gjithë çka që kam pas, mungojnë shumë, shpesher kam qef me i pa, me i taku,
ka qenë pjesa e kohës kur kam mendu që se cili prej nesh jemi një farë superheroj në këtë botë edhe do të presim momentin për të shpëtu botën. Mirë po, duke u rritur e kemi kuptuar që në fakt ka qenë një fazë ndoshta e njohjes së botës. Kemi eksploru dhe duke njohët botën, hap pas hape kemi kuptuar një realitet tjetër dhe realiteti sot na ka quar në një pikë ku edhe rrallë për mall takohemi e kur takohemi sigurisht kaloj mirë. Po në atë periudhë, në atë kohë, çka kujton, çka është një rast i veçantë në jetën tënde, si fëmijë i vogël, i gjallë, i dashur me të tjerët, që shi edhe sot besoj? Unë kam qenë nipi i parë i gjyshit pas 10-11 mbesave, një familje madhe, një fëmijë përkthjelun, pak i lasdruar. Babim më ka munguar shumë në atë fazë. Nuk ka jetuar me ne në Kosovë dhe pjesa e preferuar e stinës për mua ka qenë pjesa e vjeshtës, kur pakush e do vjeshtën, po, ose dimrin, po unë e doja sepse vinte babi. Edhe gjithë çfarë e kujtoj sot prej asaj perspektive, e kujtoj si një mungesë të pranisë së tij pranesh. Regjia po na shoqëron me këtë fotografi që është shumë e rëndësishme, sepse as regjia s'po mundet me ikë një fotografi të tillë ku për juve shumë e rëndësishme, profesor. Duket që s'jam fotogjen as pak. Jo, mendoj ndryshe. As i kujdesshëm atje jaka më ka dalë mbi sa kohë. Ama kjo fotografi është shumë e rëndësishme, edhe sot kur e sheh, sepse kjo ka mbrapa është një... fotografia ime e parë me babin për ditëlindje. Qysh, pse? 30 vjet diku nuk kam pasur fatin të kem asnjë fotografi me babin për ditëlindje. Dhe këtu jemi në vitin kur vdes Axhi im. Babi erdhi të shite Axhin edhe i qëlloj puna që në datë 3 tetor të nisej për Zvicër se i duhej të shkonte. Dhe u nisëm nga shtëpia, përcolla deri në aeroport. Ishim të mërzitur dytë sepse Axhi ishte në gjendje shumë të rëndë, shëndetësore. Pastaj diku pas 2 javë vdiq. Dhe babi erdhi sikur të përshëndetej me te. Dhe nga mërzia nuk mundi ndoshta edhe ta kujtonte se kisha ditëlindjen. Për çdo ditëlindjen time qëllonte që të ishte në Zvicër dhe kur arritëm në aeroportin e Prishtinës folëm fjalën e parë, prej shtëpisë deri në aeroport pa folur, si të mërzitur, herëherë me ndonjë apo shove, ke marrë pasaportin me vete, një diskutim kështu shumë i ftohtë, po nga mërzia, jo nga arsyet e tjera. Dhe kur arrit atje i thasha, e bëjmë një fotografi, edhe ai më thot, e pse me bë fotografi? Edhe unë i thash që se nuk kam asnjë foto me ty për datëlindje. Edhe pastaj e bëm foton dhe kam foto të veçantë. Po, unë di që me shumë fanatizëm e rumë këtë fotografi. Madje e ke edhe në rrjetet sociale, që të unë tash e kam kuptu këtë detaj ka që rëndësishëm. Në fakt, profesor, ka shumë detaj që rëndësishme që ne nuk i dim për juve. Unë nuk vrapoj të bëj fotografi. Dhe më thonë, jam tipi më urryjes si fotografive në familje. Dhe më thonë, madje zakonisht edhe marr aparatin të fotografoj që të mos bëj fotografi. Çfarë strategji dhe kjo, profesor? Patjetër. Po, në këtë rast unë vrapova të bëj një fotografi. Besoj ja vlejti. Shumë, sepse ka mbet një kujtim goxha i mirë edhe ato momente, qastet e juja, edhe momenti që te ke gjetë formën për më fotografu
Mandej çështja e ditëlindjes, gjithçka është lidh. Kam bërë një novel, jam duke punuar ende në të, edhe kam titulluar Ditëlindja e parë. Ditëlindja e parë. Disa miqve ua kam treguar arsye. Ishte një moment kur vajza ime festonte ditëlindjen e saj të parë. Edhe unë po ja uroja asaj ditëlindjen, po në fakt e kujtoja se si vetë se kisha pasur fatin të kem prindin për ditëlindjen time. Edhe së fundmi, kur babi doli në penzion, kam kuptuar që ndoshta më vështirë se ne i kishte pasur edhe babi, që po ashtu asnjë ditëlindje për 40 ditëlindje nuk ishte qelluar me familjen e vet. Tashmë është në penzion dhe po jeton mes nesh dhe e kemi festuar ditëlindjen e parë edhe të babit me ne. Pas shumë e shumë viteve. 4 ditëlindje diku. Po prap, kjo fotografi mbet në arkivat goxha të rëndësishme për juve. Sigurisht. A përshë profesor, nuk është që atë letë me folë për veten. Edhe mull atë. Shumë e vështirë. E besoj. Gjatë rrugtimit, rrugës drejt dijes, tregom të rrugtim, tregom, a ka pas njerë që të kam bështet? A ka pas një krah të fort profesori për me arrit ato që ai gjithmonë ka dashur? Po. Sepse kështu ju njoft që jeni shumë i hapur. Mendoj jam shumë fatlum për tri arsye, për 3 grupe njerëzish. Për familjen që kam pas, më kam mbështet vazhdimisht në shkollimin tim, në rrugëtimin tim, në çdo gjë që unë kam dashur të bëj. Jo vetëm babi, po edhe axhallarët edhe pastaj bashkëshortja. Ju qenë shumë të lidhur bashkë me Farefes. Nuk është që jemi krejt kështu. Një familje, në fakt unë të axhallarët e mi kam pasur shtratin tim. Sa mirë. Edhe ka ndodhur që gjatë pushimit veror të kaloj gjithë kohën, edhe pse jetoj në Ferizajt, të kaloj gjithë kohën fshat. Pastaj kam pasur fatin të kem një shoqëri shumë të mirë. Që ka shumë rëndësi sot. Jam ky që jam fal shoqërisë që kam, të cilët më ruajnë, më këshillojnë, më bëjnë të ndihem shumë mirë, më mungojnë kohë të kaloj me to. Dhe që në fakt më bëjnë ky që jam. Dhe pjesa e tretë është grupi i tretë, ndoshta më i rëndësishëm në fushën akademike për mësimdhënësit që kam pasur. Që nga klasa e parë, në fakultetin studime doktorale, kam pasur fatin të kem për mësimdhënës ata që kam pasur. Prej cilve jam munduar gjithmonë të marrë kështu sikur nektarin bletat, të mos i let dalin nga salla, pa i pyetur shpesh për diçka që më ka interesuar dhe në fakt gjithë profesorët e mi kam edhe miq. Edhe kam fituar shumë prej tyre. Për çfarë e lut Zotin t'i shpërblej gjithë, se unë nuk mund t'i shpërblej për çfarë kam bërë për mua të gjithë. Po në rruga drejt studimeve besoj që është pjesa më e rëndësishme e jona. Pikrisht aty definohen se cilët janë miqtë tonë, njerëzit familjarët, ata që na mbështesin gjithmonë. Mendoj që edhe në këtë pjesë keni pas dikon nga gjithë rëndësishëm. Në fakt unë kam pasur një përvojë pak më ndryshe. Pjesa më interesante ndoshta imja ka qenë shkoria në medrese. Pse në medrese? Deshi babi. Okej. Dhe shoqërt që deshi. Okej. Unë nuk e kam ditur as si bie çfarë do të thotë medrese në atë kohë. Ishte një fëmijë i cili kishte dëshirë vetëm të lexonte. Për çfarë falenderoj një mësimdhënës në Ferizaj, Biser Mehmeti, që ka ndikuar shumë që unë t'i jepem leximeve. Më silte libra, lektyra, romane, i lexoja, ja ktheja. Nganjëherë dyshonte që i kam lexuar sepse ja ktheja shpejt. Dhe ai është një nga faktorët që më kanë nxitur ta dua shumë leximin. Dhe nga shtëpia në shkollë, nga shkolla në shtëpi, kjo ka qenë rruga ime, nuk kam asnjë shok lagjes, lexime dhe filma. Dhe nga aty në 2004 të vi në Prishtinë në medrese. Larg familjes për një javë, i mbyllur në një konvikt që kishte një orar të caktuar të daljes në qytet.
dhe një farë lloj tërheqjeje nga jeta e mëparshme imja. Në këtë kontekst, ka qenë pjesa më e vështirë. 4 vjet nëna ime ka qarë kur unë jam nisur të vi për Prishtinë në shkollë, sepse mbeti vetëm me vllaun dhe motrën dhe ishte për të shumë sakrificë e madhe që unë t'i largohesha nga shtëpia si fëmiu më i madh. Mirë po, për këtë që jam sot, për çfarë kam sot, jam borxhli medreses. Aty kam mësuar gjithë çfarë di për jetën, për vlerën e familjes, për veten, për Zotin, për besimin, rëndësinë, atë dhe dashurinë, gjithçka. Para sa me dalë të gjitha këto, mos më mik një detaj shumë i rëndësishëm, se dojë të medreseja, dhe me thonë qatë dashnie madhe, po thirrja prej Zotit kur ka ardhur për juve? A e kujton atë moment? Në vitin e parë në medrese nuk dija të bëja namazin, të falesha dhe shtiresha se po i them doft. Kisha frikë se mos po më përjashtojnë nga shkolla dhe babi do zgënjehi me mua dhe shtiresha, i mësoja duat doft me një presion pak më të shpejt. Në vitin e parë, çdo të premte, kam paketuar gjitha gjërat të mos kthehema. Prej medresës? Në medrese, italian shkolla. Në fund të vitit 2, fillimi vitit 3, ka qenë një fazë interesante kur fillova të shijoj mësimin, vlerën e dijes, sepse filluan të më dalin në praktik teorit dhe dijet që kisha mësuar. Sa e rëndësishme ishte të mësoja për familjen, për atë dhe unë tim, për veten time. Dhe sakrifica që kishte bërë babi dhe nona, kishte bërë për mua, fillimisht. Ata kishin sakrifikuar, njeri duke, nënën këtë rast, duke më larguar nga shtëpia, në kuptimin që t'jetonte pa mua në shtëpi, si dora e djathtë të saj në atë kohë, dhe babi duke sakrifikuar po ashtu që t'isha në medrese, në një shkollë, për herë të parë nga familja ime, një antar në një shkollë fetare. Me shumë kundërshtim në farefis, të gjerë. A dhe me thonë, ke pas një karë që ka kundërshtu këtë? E kanë morë djalin në qafë, është dashur të shkojnë në mjekësi, sepse këtë djalë ka mësuar mirë në shkollë. Mirë po mendoj që unë nuk isha bërë për mjekësi. Unë friksohesha, edhe sot friksohem shumë nga gjilpanat, nga gjaku, nuk jam i mjekësisë. Në medrese, pastaj e gjeta vetën. Po, e gjeta vetën. Njohte shumë meq, shumë shok? Shok të jetës i kam shok të medreses. Shoqëria vetëm e shkollës, për mua është shoqëria e medreses. Sepse kam ndruar shkollat shpesh dhe ka ndikuar të mos kem një shok të shkollës, kështu për kohë më gjatë se sa medreseja. Po nëse nuk i shikon në medrese, çka kish me qenë profesioni yt? Jam kurreshtar me ditë këtë pjesë? Se ke shpreh kur profesor? Nuk e kam menduar, ndoshta do të isha historian. Kam një problem me historinë, merrem me historinë edhe në fushën e studimeve të gjuhës dhe të letërsisë. Kur them kam problem me historinë, nuk pajtohem me plot konstatime dhe narracione zyrtare historike. Kam lezu histori bukur shumë, ndoshta më shumë se historianët, që në moshën time mund të pretendojnë që kanë mendim historik, dhe aty e gjej vetëm bukur shumë. E shohmi herë pas herë që regjia edhe shkon me fotografitë të cilat ke shumë libra, me thonë të drejtën. Qatë shumë ke libra sa që nuk e dim ku është fundit, për më duket. Edhe pse je hermetikisht për mësë nxjerrë këto fotografi asë në rjetë, por që mes që nxjerrin këto fotografi. Kjo fotografi është bërë pas një insistimi të Osman Çekaj, kur ai poston një listë të leximeve dhe kërkon prej miqve të vet të japin lista, dhe unë ja bëj një replay, koment, i them që lista është e gjatë,
edhe ai më lutet të bëj një listë, një fotografi, eventualisht, të leximeve të atij viti. Edhe ishte më duket nëse zgaboj natë e vitit 3 apo një natë më herë aty ka fund viti. Edhe zgjodha tituj që kisha lexuar atë vit. Zakonisht ka diku mbi 10 vjet që leximet vjetore i kam me gjatësinë time, paraparsisht. A është shkak libri që tërheq nga shumë gjana në jetë? Apo jo? Madje mendoj jam shumë. Sepse miku im më i mirë besoj që është libri, përderisa ti ke gjitha këto libra në... Po, ka libra të mirë, ka libra të këqij. A ka dhe libra të këqij? Plot. Apo autor? Autor, njerëz që shkruajnë libra të këqij. E di që donë mi kursy. Edhe kjo fotografi ka një rëndësi tjetër me sa e di? Apo jo? Në fakt, nuk i ekspozoj leximet e mia. Një kohë e kam konsideruar se mos po ma marrin për lavdrim. Po. Kjo është një pjesë e bibliotekës sime personale, e cila në total kalon një numër mbi 5.000 tituj, nga të cilët titujt e letërsisë që janë mbi 2.000 janë të lexuar të gjitha. Ndërsa ka enciklopedi që nuk i kam lexuar dhe nuk lexohen komplet, janë sikurse Eko kur selekton punën e librave, kur thotë që ne blejmë libra, po jo të gjitha librat i lexojmë, ose jo të gjithë librin, pra edhe unë kam plot libra të lëmë për gjysmë, siç thot Camus në përshtëpinë time. Ka libër që blej dhe i lexoj për një kapitull, për një nën kapitull, për një pjesë, dhe aty ajo pjesa që marr mjafton, pastaj e lë dhe ndoshta si kthehem kurrë. Po në letërsi është diçka tjetër, sepse letërsia ka atë pjesën e historisë që të nxit ta përfundosh. U mendoj që është gjë e bukur dhe mi posu edhe libra, pse jo? Ndoshta inspiron shumë njerëz. E aq më shumë që jeni profesor, mendoj që kjo është e bën edhe më të bukur gjithë këtë histori. Jemi në kohën kur libri shikohet si ornament i bukur për fotografi, prandaj nuk ekspozoj libra. E dyta është e rëndësishme që unë në shumicën e librave që mbiet i lexoj para se të botohen, si redaktor. Dhe në këtë kontekst, do më thënë jam një paralexues, para se të jenë të botuara, kalojnë në përdorën time, dhe janë disa libra, rrallë, që u rikthehem për t'i lexuar për çejf pasi të botohen. Shumë mirë. Profesor, edhe një pjesë e rëndësishme që është familja. Po. Aty besoj gjithçka ka qenë edhe ka vazhdu për me kanë edhe jeta edhe më e bukur, sepse shpesh herë edhe në privat më ke thonë që jeta familjare është shumë e bukur, është shumë e mirë. Të kam thënë. Edhe tregon për këtë, po mos më skuq tash profesor. Tregon për këtë rrugtim kaq të bukur, njoja me bashortën. Me bashortën jemi njohur në medresi. Thash, medresi si kam borxh. Po, ja pas ke po hajrin profesor, medresi. Gjithçka, në çdo gjë. Edhe arsyeja pse sot jam mësimdhës medrese dhe s'mund t'ja kthe shpinën është pikërisht se konsideroj veten ende borxhli ndaj saj. E di që je shumë mirë njohës në jetë. Mundohem. Zoti kur i ka krijuar njerëzit, njeriun e parë, i ka urdhëruar krijesat më të ndershme të tij angjuj që t'i përkulen shenjën respekti krijesës së re që krijoi, e që quajti përfaqësues në tokë. Dhe një krijesë nuk ju përul, që ishte gjindi iblis, shejtani, djalli, e që jetonte në atë kohë si adhurues i Zotit mes angjujve. Dhe ishte mosmenjohës. Pra, dhe Allah i largoi nga mëshira e tij dhe ai ju betua, i tha që nëse ti më jep afat, jetoj unë. Unë do t'i kthej pasardhës të këtij njeriu, kësaj krijese nga vetja të gjithë, përmes cilësive të tij themelore, mosmenjohjes dhe ankesës. Para krijesë që është ankuar është djalli. Dhe para krijesë që ka shpreh mosmenjohje është djalli. Pra këto dy veti,
kur i gjejmë në veten tonë, le ta dimë që djalli po e ka ndikimin më të madh në ne. Unë personalisht e di që i vjen shumë mirënjohës dhe falendërues, dhe nuk e di se ç'është mundi me marrë gjithë këtë peshë të madhe, që është shumë e madhe, me qenë modest, me qenë mirënjohës edhe me qenë falendërues në këtë kohë ku jetojmë sot. Është e vërtetë, është një kohë kur empatia ka humbur. Kësaj shoqërisë sonë sikur i ka plas ai nervi sociali i njohjes, vlerësimit të jetës, të njeriut, të njerëzorës, dhe sot jemi bërë, po jetojmë një mesjet dhe po e shfrytëzojmë një farë maske për t'i bërë inkuizicion gjithse kujt që dëshirojmë. Po. Dhe është vërtet Fatkeqësi e madhe është kjo, profesor. e keqe. Kthehemi tek njohja me bashortën, sepse nuk do të më i detajet të rëndësishëm. Po, unë njohëm në medrese, u pajtuam të prezantojmë familjet, sot kemi një jetë shumë të mirë, shumë të kuptueshme. Është personi që më kupton më së miri. Kemi 3 vajza të mrekullueshme. Mashallah. E madhe është tash në shkollën e mesme, në mjekësi. Nëna ime gjithmonë ka dashur që unë t'jem mjek, dhe i thash unë su bëra mjek, po nusën e mora me mjekësi. Edhe më bukur. Dhe vajzën po i bëj mjeke. A po, a? Okej. Vajza e dytë është Bora, edhe treta është Buna. Kanë emra shqip, të kulturës sonë. Po më bën një përshtypje edhe kjo pjesë. Kështu. Profesor, çka kanë marrë vajzat prej teje? Çka kanë mësuar prej profesorit? Mendoj që vogla lasdrimin e ka marrë prej meje, ka qef të jetë përkdhelur. A ke qenë i përkdhelur i fëmijë I vogël? familjes, po. Okej. Unë kur nuk e di, në ndonjë javë mund të ndodhë, po shumicën e javëve sa kam qëndru në Prishtinë, Po. më ka vizitu gjithmonë një agji ime. Pra vetëm për të më përkdhelur, më ka sjell ushqime, vizita, për të më bërë të ndihe mirë. Pra kam pasur shok. Agjën e kam pasur edhe shok. E vajzat kanë marrë diçka prej teje? Po, vajza e dytë, Bora, ka marrë kokëforcin. Është tamam kështu stagovase. E madhja i kanë gjao mamit vetë. Ndoshta qefin me këshyr filme e ka marrë për me. Është e apasionuar pas filmave. A ke mësuar diçka prej vajzave? Edhe pse janë të vogla? Ne kemi A të ka dhënë mësim? Ne kemi një rregull në familje, ne bëjmë mbledhje familjare. Shumë e bukur kjo. Një muj, edhe vajzat aty japin edhe vërejtjet e tyre ndaj meje. Për A një kanë kritika? Po, kanë. Mungesa në shtëpi, a? Po, kryesorja është telefoni dhe mungesa. Mund gjithmonë nga po përshtypje profesor edhe kur keni një fol, sigurisht që keni fol një dashamirësi shumë të madhe për vajzat e tua, e që e kemi diskutuar edhe bashkë të pjesë në tavolinat e tona të përbashkët të ngushta, që je shumë i lumtur që ti ki 3 vajza. Patjetër. Sigurisht që këtë pjesë edhe e ke thys një farë formë me mitin. Jam shumë me fat, jam shumë i lumtur, më kam përmbush. Nga njerë bëj pyetje nëse një mend ka diçka më shumë për të qenë i lumtur. Qatë shumë profesor kanë ndryshu jeta, martesa, fëmija. Po, sidomos fëmijët. Po. Është diçka që nuk mund të shpjegohet pa u përjetuar. Çdo kush që mund të provoj ta shpjegoj pa e përjetuar është duke kamufluar. Sepse ka diçka që nuk e kuptojmë ndoshta pa na ndodhur. Ne përjetojmë çdo ditë mrekullitë të Zotit dhe shpeshherë jemi shumë të verbër ndaj mrekullive. Një nga mrekullitë që përjetojmë është fakti kur kemi pranë një fëmijë ose kur bëhemi prindër. Ajo është mrekullia që po na ndodh aty. Dhe mundohemi ta quajmë proces normal të jetës, shumim ose në forma tjera, po në fakt aty ndodh mrekullia. Në këtë pjesë më lem me kuptu, profesor, që lidhja jote me Zotin është
për te asaj që na e flasim të aboninat e tona, sepse shpesh edhe ne në rrethet familjare, shoqërore, kemi prik prej riskut, prej asaj çka ka mendot, çka po na pret, ndoshta edhe nuk guxojmë me marrë këtë hap. Nivellet e besimit janë disa dhe niset nga njohja e parë e Zotit e deri në dietarët e kanë shpjeguar insanun kamil. Po ajo është shumë e lartë për të arritur njerëzit e zakonshëm si grad. Unë mundohem me shpjegu edhe me shok edhe me familje se vetë besoj se e kam të qartë, se gjithë çfarë kam nuk e kam pse punoj për ta pasur, ose pse jam burr i mirë, ose pse ka ndonjë arsye tjetër përveç se nga vullneti që Zoti ka dashur që unë ta kem. Dhe kjo më bën të mos i friksohem as furnizimit, riskut, asoj çka e kemi në plan ta shijojmë prej asoj që Zoti don me na i dërgu me shiju, po as të ndalim nga puna, sepse puna është ajo që më shoqëron 24/7. Punoj vazhdimisht në kuptimin për ta merituar ndoshta furnizimin halal edhe të drejtë të denjë Zotit edhe për të pas bereqet në të furnizim. Edhe dynjon me ta dhënë nga njerëz nuk të duhet nëse nuk jemi mirënjohës ndaj Zotit. Unë e di që tonë kohës punon, a din më nalë në i herë profesor, me thonë që nuk po mojë sot, pe marrë taman për vetën temë. Tonë kohës jetu punu, tonë kohës jetu bo diçka. Madje jo në një projekt, në disat një të në kohë. Mundohem me plotësu kohën. Në këtë botë jemi për një kohë të saktuar dhe se cili kemi Hasan el Basriun, kër e kam pyeti, kanë thonë, çka është njeriu një grumbull ditësh. Merr një ditë edhe më nuk ka çfarë të marrësh nga grumbulli yt. I ke sos ditët e tua. Këto ditë e mia mundohem t'i plotësoj me punë. Shumë mirë. Kur të kthehemi te medresja, ju jeni edhe profesor në medrese. Po, jam profesor në medrese. E di që ju qëmojnë edhe ju dojnë shumë studenta, sepse i kam prek edhe nga afër. Besoj që kam arritur të ta të përqoj një raport të sinqert. Miqësor? Edhe miqësor, me gjithë se fëmijët nuk din të aqmojnë miqësin. Në atë kohë ata janë duke eksploruar rregullimin e raporteve ose relacionin. Po, besoj që nëse arrin të hysh në zemrën e një fëmije, ai fëmijë ka me mësu, ka me dëgju këshillën tënde. Nuk mundet me funksionu mësimi klasik në shoqërinë tonë në këtë kohë. Dhe mundohem me i kombinu edhe metodat e mësimdhënies. Mundohem me qenë tamam ai prindi i dytë. Ndoshta Campbell e thot në një libër të vetin çfarë bëjnë mësuesit më të mirë të kolegjeve. Thotë që kryesorja e një mësuesi është me arrit me qenë frymëzues për fëmijën. Mundohem që kur të hyjë në orën e mësimit dhe kur të dalë, fëmia të mos jetë i njëjti. Të mendoj diçka për te asaj çfarë thot libri ose çfarë them unë. Të vazhdoj, kur të shkoj në shtëpi, të vazhdoj të jetë duke menduar për ato që kam thënë brenda orës mësimit. Sepse sot ka një mënyra më të këndshme për të mësuar secili fëmijë. Dhe nuk funksionon mënyra klasike e mësimdhënies. U afyni inteligjencën fëmijëve të sotëm që janë super inteligjent në perceptim dhe njohje, qoftë të dëshmuar nga ana e teknologjisë, përdorimit saj, po qoftë edhe në pyetjet nëse vrejmë nga njerë që bëjnë si fëmijë, e që mbetemi pa përgjigje para tyre dhe nga njerë është e turpshme. S'kemi përgjigje për ta. A ka pas ndonjë pyetje interesante që ju kanë bërë? Sigurisht, duhet këtë pas pyetje interesante. Diçka që ju kanë mbetë në mendje? Nuk e kujtoj tash për momentin, po është një përvojë mbi një dekadë që sigurisht kam pasur edhe raste kur me një nxënës kam mbeti mahnitur me aftësinë e tij për të rezonuar deri në atë nivel. Kam pasur plot raste të tilla, plot fëmijë të jashtëzakonshëm. Dhe mendoj që shoqëria jonë
duhet të këndelemi ne, gjenerata ime dhe më të moshuarit, për të ruajtur atë thesar që kemi para në kuptimin e gjeneratave më të reja të fëmijëve nga një ekspozim i madh ndaj teknologjisë që po shfrytëzohet për një lloj shpërlarjeje truri apo për një lloj themi overdoze teknologjike, se atje është duke i dërguar. Po. A të ka përmbush mësimdhënia? Po. Sepse e teksova dhe më herët që në medrese mësova diçka dhe pse isha veç një ditë. Edhe dashamirësinë dhe dashninë që e kishin ata ndaj jush, më ka lënë shumë përshtypje. Kam përfitu shumë dhe besoj që nuk kisha ditë asgjë të bëj më mirë se mësimdhënia. Çdo kush mund të gjej veten në një punë tjetër, po është shumë e rëndësishme kur hyn në një klasë dhe edhe ti vetë del ndryshe nga klasa. Qoftë me një frymëzim, qoftë me një shpresë se vendi ton po i vjen një gjenerat e mirë, e cila do t'i shërbej, do t'i duhet. Në fakt, e shoh veten si një halk e rëndësishme e një ruajtje dhe dashurisë në këtë vend, sepse unë jap gjuhë shqipe dhe në plan programin mësimor që kam, nxënësit e din, kur flasim ta zëm për Naimin, jam nga pak edhe imponues të mësojnë më shumë për të, ndoshta edhe përmendsh, megjithëse sot kurrikula nuk i rekomandon me mësimin përmendsh, po që ta duan, të jenë më fanatik ndaj kombëtares, ndaj asaj që profesor Sabri Hamiti quhen albanizmës. Sepse sado që mund të jemi ndoshta kozmopolitan, identiteti ruhet dhe promovohet edhe andej duke e pasur bazën e fortë dhe këta fëmijë marrin bazën tash. Një punë e madhe, kolosale, e cila bëhet në medrese, shpesh herë nuk e thojmë këto, me thënë të drejtën. Nuk është që e ndëgjojmë, por gjithsesi puna shihet kur i prek gjona për jo. Unë jam shumë imanitur nga kjo. Mirënjohja që ka shprehur qeveria dhe presidenca në këtë mandat kaluar, ka dhënë një lloj shenje, një vulë ndaj medresesë, duke i dhënë medalje presidenciale për kontributin që ka dhënë si shkollë në çështjen kombëtare. Janë mbi 1200 tubime me karakter kombëtar që janë mbajtur në atë shkollë, qoftë në organizimin pasaj edhe të ilegalës dhe të luftës së fundit, po edhe të kontributit pas luftës në promovimin e vlerave kombëtare dhe fetare, sepse fetaria në medrese si jepet bashkë me kombëtarinë. Dhe këte kemi çdo ditë para derës së shkollës. Para se të hymë në medrese, në anën e djathtë, secili kur shkon në medrese ka tabelën me emrat e dëshmorëve të shkollës sonë, që kanë qenë nxënës të shkollës sonë e të cilët kanë ra dëshmorë në luftën e fundit. Shumë mirë. Është shumë e rëndësishme për mu shpallot shumë gjëra të cilat mbesin, edhe thash edhe më herët që medrese unë kalova mirë, mësova diçka, përjetova diçka, e që jam shumë i lumtur që gjitha dashamirësi ndaj jush e kanë shprehë secili prej tyre. Shkurtimisht du me doa tek librat, të cilat për ty janë aksesor shumë i rëndësishëm. Libri njëri nuk ma ke sjell. Po gjithsesi, këto dyja, këto janë botu më herët, hera e parë në Mek, edhe kemi mësu edhe pa mu. Po. Njëri është përshkrim. Sa shumë ka po përshtypje ky libër, me thënë të drejtën. Shumë kush është lejthitur nga titulli. Ka menduar që ditë me na prek, profesor. Janë dy libra të veçantë për mua. Edhe ky që ekspozohet është i veçantë, është një eksperiment artistik që kam bërë. Ky i kushtohet, është minimalist, libër minimalist me tekst dhe skema konceptuale. I kushtohet Gazës apo popullit palestinës në Gazë. Është një këputje e fjalës Gazë, duke heqë shkronjën G dhe A dhe duke lënë 3 pika dhe duke
i lëm vetëm 2 shkronjat e fundit si minimalizëm në një kuptim, asocim të bërtimës, thirrjes, zërit, ngritjes zërit për atë çfarë po ndodh atje. Është një kontribut minimal që ka mundur ta jap nga Kosova për gjendjen çfarë po ndodh atje. Thjesht E di që i model, thash edhe... kisha të pamundur të mos e shkruaj. E shkru me një frym për 3 ditë, diku 4, kam bërë krejt skicat, krejt krijimet dhe pastaj me botuesin vendosëm që ta bëj. Libri veç ka dalë në treg, po që unë hala s'm ka në duar, unë e prita se që kam e marrë në studio, po gjithsesi ma sjell, e mandej ta kemi dhënë në studio, edhe pse këto 2 librat janë shumë të rëndësishëm edhe për mua, sepse kom ndjetë diçka e sidomos, jam shumë i sinqert me ju e profesore. Kemi mësuar edhe pa marrë diçka të cilën unë me lexuar nështë edhe 100 herë nuk është që mërzitëm. Edhe kjo ka një histori në vete, po gjithsesi nështë nuk është shumë e nevojshme për me u fol për këtë pjesë, apo jo? Është shumë personal, është libër sigurisht. Ja kam kushtuar bashkëshortes. Okej. Kam pas një situatë kur kam qenë jo mirë me shëndet dhe mendova se më përfunduan ditët e mia. Dhe ishte një lloj testamenti ndaj saj, se të mos mërzitet sepse do të mësohet edhe pa mua. Nga unë vite nga titulli, kemi mësuar edhe pa mu, profesor. Ka qenë një poezi është aty, Okej. me të njëjtin titull, e cila poezi është shkruar në një rrethon, momentin kur ka marrë lajmin që isha me një gjendje shëndetësore jo mirë, dhe pastaj kam mbledhur krijimet që kam bërë për 15 vjet njohje me Teutën, dhe i kam sistemuar në 4 kapituj, sipas 4 femrave të pranishme në jetën time, bashkëshortes dhe 3 vajzave. Në këtë libër, e the që ka shumë gjëra personale, cili është poezia më e veçantë? Kemi mësuar pa mua edhe? Të gjitha për mua janë veçanta. Në njërin i besoj e kishe nda. Asnjë. Asnjë s'kemë Të nda. gjitha janë të veçanta. Të gjitha ka një okazion, një situatë shumë të veçantë për çfarë janë shkruar, se janë krijime në 15 vjet kohë. A do të ketë libër tjetër Të kësaj versionin? natyre? Jo. A, profesor, Mendoj që so je... është përfunduar ai frymëzim. Aha. Dhe unë besoj që krijimi letrar vjen si një rezultat i një provokimi që kalon pastaj në preokupim, dhe në atë kohë kisha atë provokim dhe u bë preokupim që ta realizoj dhe u bë. Tash më ka ikur ajo pjesë dhe mund të shkruaj ndoshta po në kuptimin e Shumë mirë që ka i kaja pjesë dhe ajo periudhë e jetës, sigurisht, por librat e tillë mendoj që duhesh me sjellë sa më shumë. Kam shumë krijime, po poezi, letërsi, proza, poetike, po mendoj se cili e ka formën e vet, qëndron më vete. Profesor, për mu sonte ka qenë shumë kënaqësi e madhe, pse ty shkojnë edhe minutat edhe sekondat, e sidomos kur jam përballë te, kur rri me ty, po më duket që shkojnë orët, jo sekondat. A ka qenë sonte intervista më interesante që keni mujt me dhënë? Ndoshta intervista e parë, kaq personale. Edhe më nuk do të ketë intervista të tilla. Nuk e di se si do të dalë, po besoj se kalova mirë edhe unë. Ndoshta njeriu ka nevojë nga një herë me shpreh. Profesor, unë thash nuk është aq e lehtë me fol për veten. Me thonë me ul në atë karrikë edhe me fol. A pse sa të vështirë kam pasur për me fol për veten? Ti din sa të vështirë ke pasur, dhe ndoshta arsye pse ke bërë një emision të tillë është që ti bësh edhe të tjerë të flasin prej vetes. Dhe kjo e bën të veçantë emisionin tënd. Po duhet me falenderu para se me mbyll emisionin për gjithçka, për miqësinë, për sinqeritetin, për dashninë dhe dashamirësinë që e ke ndaj meje, si po drejtohena me te, po guxoj me të drejtuar profesor. Sikur ti si Mustafa jeni shumë të rëndësishëm, edhe në rrugtimin, edhe në gjithçka që unë sot bëj. Jam shumë mirënjohës dhe falendërues, e që ju të dy jeni një pjesë edhe një aksesor goxha i rëndësishëm në ato që unë du mi arrit edhe për te ekranit.
në këtë dynjo nuk takohen përveç se ata që janë të ngjashëm. Mund të takohen, po nuk rrim bashkë. Kështu që të ngjashmit, miqt, rrim bashkë. Faleminderit. E du për fond një këshill për vajzat e tua. Të jem vetja. Gjithmonë. Pavarësisht pasojave. S'po ngacmoj më shumë, sepse është intervistë gëgje edhe emocionuese. Profesor, për mua sonte ka qenë shumë kënaqësi e madhe. Shpresoj edhe uroj shumë që të pëlqejë intervista, sepse je shumë selektiv. Këto po rri pak me po gjithsesi besoj që kam të pëlqyer. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë, faleminderit për kontributin edhe gjithçka që po jep kësaj shoqërie. Lutem. Kënaqësi, e kemi amanet. Faleminderit. Atëherë të dashur miq, besoj që u pëlqeu gjithë kjo bisedë edhe emocionuese me pas profesorin edhe mos më emocionuar është e pamundur. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.